Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut protestojnë sërish sot për provimin e jurisprudencës. Protesta filloi në orën 16:30 te kura e Gurit në Shkup. Ai organizohet me moton bashkoni me studentët të gjithë një zëri, ndërsa organizatorët thonë se synojnë mbrojtjen e të drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet profesionale. Studentët u kanë bërë thirrje dhe sportistëve, artistëve dhe figurave publike që t'i bashkohen protestës në mbështetje të kërkesave të tyre. Për krah studentëve shqiptarë të Maqedonisë së Veriut është rreshtuar dhe organizata veteranëve të luftës UÇK-s. Sipas organizatës, kauza e tyre është e drejtë. Ajo mbështet plotësisht studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë dalë tani në rrugë për të kërkuar dinjitet dhe status të barabartë për gjuhën dhe identitetin shqiptar. Zëri i tyre është legjitim, kauza e tyre është e drejtë, thuhet në njoftimin e organizatës. Veteranët e UÇK-s kujtojnë se Shqipja nuk është nder i falur nga shteti apo i negociuar përmes marrëveshjeve politike. Vlerësoi se është një drejtë e patjetërsueshme një populli në trojet e veta. Kërkojmë që këto të drejta të respektohen minjëherë dhe pa kushte. Dinjiteti shqiptar nuk negociohet, apelojnë veteranët e UÇK-s. Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët i bashkangjitet thirrjeve në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Përmes rrjeteve sociale në prag të protestës në Shkup, Sela bën thirrje për barazi të plotë të gjuhës shqipe me gjuhë të tjera në vend. Sipas tij, çështja e gjuhës shqipe duhet të vazhdojë derisa të përcaktohet në kushtetutë si gjuhë shqipe dhe tërësisht e barabartë me gjuhën e ardhur më vonë në këtë tokë. 18 maj, dita kur një brez i ri merr përsipër kauzën në mbrojtje të gjuhës shqipe, apelon Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët. Bashkëkryetarët e Vlendit premtojnë realizim së shpejtë të kërkesave të studentëve të Maqedonisë së Veriut. Provimi i jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe shkruajnë përmes rrjeteve sociale Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti. Krerët e bashkëkoalicionit qeverisës premtojnë se së shpejti do të ketë lajme të mira. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut mbledh drejtuesit e Vlendit dhe diskuton përdorimin e gjuhëve për provimin e jurisprudencës. Histra Miskovski diskutoi me Bilal Kasami dhe Izet Mexhitin se vetëm përmes një qasje të përbashkët dhe dinjitose mund të arrihen zgjidhje që do të nënkuptojnë përparim, besim të ndërsjellët dhe një hap të përbashkët drejt së ardhmes. Institucionet po punojnë në mënyrë aktive për të gjetur zgjidhje që do të jenë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve, me qëllim që të sigurohet siguri juridike dhe funksionalitet, thuhet në njoftimin zyrtar. Rajoni. Shpallet konkursi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Shpall konkursin për emërimin kryeprokurorit të shtetit bazuar në nenin 6, paragrafi 6 të kësaj rregullore. Shpallja e konkursit do të jetë për 15 ditë pune, duke filluar nga data 20 maj 2026. Arsyeja pse nga data 20 maj është për shkak se sot jemi në datën 18 dhe natyrisht që administratës i duhet një ditë që ta përgatit pra një konkurs të tillë, një shpallje të tillë. Ndërsa të gjitha aplikacionet dorëzohen tek drejtori i përgjithshëm i sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ashtu siç e parashë rregulloria të cilën sapo miratua. Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krasniqi, tha se procesi për kryeprokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Vjosa Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimi Sufajin për kryeprokuror të shtetit, duke shtuar se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pashtu Krasniqi tha se në Këshill ka mbritur një letër nga ushtruesi i detyrës së presidentes Albulina Haxhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar se një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nënkuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pasi u prit ka shku, unë nuk e di thjesht arsyeën pse sot ngutemi dhe cila është kjo urgjencë në shpalljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit. Pse të mos presim që të krijohen kushtet ligjore dhe legitimiteti i plot për këtë veprim. Pse Këshilli duhet të bie në diktatin e pushteteve tjera, kur kushtetuta dhe ligji garantojnë parimin e ndarjes dhe kontrollit pushteteve. Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Europë minjëherë pas Moldavisë, sipas një raporti të publikuar nga World Atlas. Të dhënat janë bazuar nga Federata e Fondit Monetar Ndërkombëtar të prodhimit të brendshëm bruto për banor sipas fuqisë blerëse. Ndërkaq Maqedonia e Veriut renditet e 6-ta ndër 10 vendet më të varfra në Europë. Për Maqedoninë e Veriut thuhet se rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme, por e ulët rreth 2% në vitet e fundit. Papunësia ka rënë nën 13% në vitin 2024, megjithëse më herët ishte 30%. Sipas të dhënave të raportit, Moldavia mbetet shteti më i varfër në Europë për frymë me rreth $19,700. Pastaj renditet Kosova me rreth $20,400 për frymë, e ndjekur nga Ukraina, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Bielorusia, Shqipëria, Serbia, Malezi dhe në krye Bullgaria me rreth $36,000.
Ministri i Ndetyri i Financave i Kosovës, Sekuran Murati, vlerësoi se vendi ka bërë progres në krahasim me vitin 2019, ndonse është renditur së fundmi si më i varfër në Europë nga platforma World Atlas. Sipas tij, ndër vite kemi një ngushtim të diferencës Kosovës me vendet e tjera të rajonit, mbështetur mbi raportin ofruar nga të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kosova ka qenë e fundit kur ne kemi marrë qeverisjen dhe tash kemi ngritur, kemi ngritje më lart në tabelën rankingit. Fakt nëse shihet viteve të kaluara, pra deri në vitin 2019, diferenca e Kosovës me vendet tjera ka shku duke u rrit. Po vendet tjera i kanë ikë Kosovës, kurse tash lere që e kemi ngushtuar diferencën, por edhe kemi kaluar në shtetë, presim që shumë shpejt ky trend vazhdoj, pra nëse vazhdon ky trend, dhe qeverisja e mirë, punë të mira, ti kalojmë edhe shtete të tjera. Ish deputeti i LDK-s Hykmet Bajrami kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore, prej $3 në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnia dhe Hercegovina me 0.3% dhe Malezi me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%. Ulqini vendos kushte dhe penalitete për plazhet publike dhe përdorimin e qytetit nga turistët. Kryetaria e Kuvendit Komunal të Ulqinit, Ivana Popović, njoftoi miratimin e një rregullore të re për sjelljen në hapësirat publike me synim ruajtjen e rendit, etikës dhe imazhit turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rroba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregulloria e re përfshin rrugët, sheshet, shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësit do të përballen me gjoba nga 350 deri në 500 euro. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Flukset e migracionit po shndrojnë në pengesë kryesore për rritje ekonomike afatgjatë në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik rajonal që u publikua këtë ditë vuri në duke se edhe në 2 vitet e fundit 2024-2025 rajoni vazhdon të vuajë nga hemorragjia e vazhdueshme e forcës punëtore duke krijuar vështirësi të mëdha në tregun e punës. Shqipëria kryeson listën me nivelin më të lartë të emigracionit neto duke mbajtur një shifër konstante prej rreth 24.000 në 2 vitet e fundit, 2024-2025. Banka Botërore tregon përmirësim të dukshëm për Kosovën vitin e kaluar. Shifra e emigracionit neto ulet nga 22.000 persona në vitin 2024 në 18.500 në vitin 2025, duke treguar një tendencë drejt stabilizimit. Krahas Kosovës, edhe Maqedonia e Veriut tregon një përmirësim të lehtë, duke u zhvendosur nga 5.900 largime në vitin 2024 në 5.700 për vitin 2025. Qytetarët po largohen drejt vendeve si Gjermania apo Austria për të gjetur jo vetëm punë, por dhe një ambient më të qëndrueshëm social. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon ish-kreun në SPAK Altin Dumani për manipulim të procesit vettingut. Në një deklaratë për mediat nga prokuroria e posaçme, kur ish-kryeministri duhet përgjigjet mes të tjerave për akuzën e korrupsionit, Berisha tha se deklarata notariale e familjes së bashkëshortes së Dumanit për ndërtimin e një vile është dorëzuar fillimisht në procesin e vettingut, por më pas unë jam këtu për një denoncim tjetër, një denoncim të ri, i cili fakton se Altin mashtruesi, Altin Troplini, ka mashtruar gjithçka lidhur me vilen Kubanon. Ky njeri që kryeson vettingun tani, është i padej për asnjë funksion përveç se bangon e akuzës. Është tërhequr nga dosja. Berisha e cilësoi këtë rast si provë të manipulimit të procesit vettingut. Rivihet në përdorim platforma e re i Yellbenja. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit deklaroi se platforma 2.0 është ndërtuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar dhe është një tjetër hap në transformimin digjital të shërbimeve publike në Shqipëri. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Yellbenja 2.0 garanton më shumë qëndrueshmëri, efikasitet dhe besueshmëri në çdo shërbim online, thuhet në njoftimin e akshit. Platforma Yellbenja shërben si një port nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri. Gazetaria, si institucion që garanton llogaridhënie dhe transparencën në shoqëri, është apeli ambasadorit të OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran. Nga konferenca për mediat në Europën Juglindore mbajtur në Tiranë, Taran tha se janë ndërmarrë hapa për përmirësimin e kushteve të punës së gazetarëve dhe rritjen e transparencës mbi pronësinë e mediave. Pikë së pari, një shërbim për publikun, i ndihmon njerëzit të kuptojnë zhvillime komplekse, i bën institucionet të japin llogari dhe
që njerëzit të marrin pjesë në debatet demokratike. Hapësirat për publikun në Europë dhe kudo po marrin forma të reja. Në përfundim, ambasadori theksoi se prania e OSBE-s do të vazhdojë të punojë për forcimin e rolit të gazetarëve dhe mbështetjen e lirisë së medias në rajon. Përfaqësuesi i OSBE-s, Jan Brathu, nga konferenca Mediat në Europën Juglindore, paralajmëron se në këtë kohë gazetarët po përballen me kërcënime dhe presione. Gjatë fjalës së tij, përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medias, Jan Brathu, theksoi se liria e medias është e domosdoshme për demokracinë dhe është thelbësore për një shoqëri të lirë dhe demokratike. Liria e shtypit është themeli i drejtësisë dhe demokracisë në çdo vend. Dhe pikërisht për këtë, gazetaria është e mirë publike. Kushtet që lejojnë gazetarinë për të përmbushur këtë rol, po sfidojnë gjithnjë më shumë. Në këtë mjedis që po evoluon shumë, po formësohet nga transformimi digjital, shtrëngimet ekonomike dhe kërcënimet e tjera. Inteligjenca artificiale dhe platformat digjitale po riformësojnë mënyrën se si informacioni prodhohet, shpërndahet dhe konsumohet. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se Irani është gati për të firmosur një marrëveshje. Presidenti Donald Trump në intervistë për revistën Fortune me selin në New York komentoi mbi negociatat e vazhdueshme midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Sipas intervistës, Trump gjithashtu e paraqiti udhëheqjen e Iranit si një rival kokfort biznesi. Në një kohë kur negociatat mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbeten të bllokuara, Teherani njoftoi se ka dërguar sërish propozime të reja Washingtonit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Ismail Baghai, deklaroi për gazetarët se Irani përsolli qëndrimet e tij përmes ndërmjetësve në Pakistan. Përmbajtja e këtyre propozimeve nuk është bërë ende publike. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars, Washingtoni ka paraqitur një propozim të ri që përfshin kërkesa të mëtejshme ndaj Iranit. Megjithatë, palët mbeten thellësisht të ndara në qëndrimet e tyre. Ministria e Mbrojtjes e Bielorusisë njoftoi fillimin e stërvitjeve ushtarake mbi përdorimin luftarak të armëve bërthamore dhe mbështetjen bërthamore në bashkëpunim me Rusinë. Në një deklaratë, ministria tha se stërvitja synon të rrisë gatishmërinë e forcave të armatosura bieloruse për të përdorur armë moderne. Qëllimi i stërvitjes është të përmirësojë stërvitjen e personelit, të testojë gatishmërinë e armëve, pajisjeve ushtarake dhe speciale për të kryer misione dhe të organizojë vendosjen luftarake nga zona të paplanifikuara. Ministria shtoi se stërvitjet të zhvilluara së bashku me Rusinë përfshin praktikimin e dorëzimit të municioneve bërthamore dhe përgatitjen e tyre për përdorim. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.